tha shumë mirë që ekzistoni, tha se duhet ju mu sakrifiku e Ibrahim Rugova me kalun e për mes trupit tuaj dhe kalon lumin. Që tha që apjo thamë, e prekni Ibrahim Rugovën, tha na jem atëzi se Serbia. Tha është neve për Serbis në lynë që polas në livrita, e dënë të heqë. E këna kry në atë punë për Serbi, lema se më kalëzat për Serbi. Edhe në Shqipëri, unë i kom fillu ato takime, dhe më thonë kemi i bo takime me LDK-n, me vështërsi shumë mëla, Ibrahim Rugova nuk në ka prit të ndanë me Rofci, me Bujar Bukoshën që ka qenë pjesë e qeverisë në Excel, këna takue në Mik Doklen nga Partia Socialiste, këna takue të Partisë Demokratike, të Alternatives Demokratike, Social-Demokratve, Gjinushin, kena traku, pëthuj se gjitha tjerat partitë politike. Me gjitha kemi pas mirë raportet, mas miri me Bujar Bokoshin, ma i gatshmi ka qenë për me ndimu luftën Bujar Bokoshi, po thuj se mas keshti unë me përfaqësuesin e LDK-s. Se drejten, a i fillimisht hyni me një si mos besim tepër të madh, mos besimi ishi dyanshëm, të them të vërtetën, mos besimi ishi dyanshëm, po fjalët e para po më thotë tha shumë mirë që ekzistoni, tha se duhet ju mu sakrifiku e Ibrahim Rugova me kalun e për mes trupit tuaj dhe kalon lumin. Nëse kemi kalun lumin, ne kemi sliru popullin, si kemi për këtë punë. Që tha që apjo thamë, e prekni Ibrahim Rugovën, tha na jem atëzi se Serbia. Tha është neve për Serbis në lynë që polas në livrita, e dënë të heqë. E këna kry në atë punë për Serbi, lema se më kalëzat për Serbi, dhe që të u dami, jo mirë. Me Bujarin, i në do shumë a mirë, edhe pse e arsuetoj ka pas pyetje mjaft provokative për me ditë ku jem, tek jem, a kem primet, qa po kërkojmë, qas po kërkojmë. Me një moment mas bisedave, po më pyet tha, ju tha që shpesha, tha po kërkoni financa nga unë. është një thëmë, drejten, Bujar, edhe kjo pjesa kujta ma Bujar. Thash për financa është bashkëpunimi i nivelit ma tëllët. Ose të ju s'jeni gatshëm për të tërsen, edhe financë banë, po nuk e kem atë. Na po dojmë nis luftë armatosur, ju po i thoni vetes qeveri, tregono që jeni qeveri, që i ka që në për ju lypi juve. Se po në afrohen qeveri mjaft rrezikshëm, për shembull, ish tendenca e qeverisë Iranit me në afru. Po me komandose, me pare, me Iranin veç, ata kishin për shembull kushte bënë ju kundër Amerikës. Jo, me kushtet juve ta nuk pajtohemi eq. Ose ju pëlqen çka bëjmë në çlirim, çka bëjmë në propagandën, po. Edhe kjo bile na ka shtymë ju afru qeverisë tonë këtyre të tjerave. Mos na afrohen tjerë që janë me tendenca ku me ditë çfarë. Po me juve po. Edhe po më thot ta me çështjen e financave, thash, bashkëpunimi në nivelin e financave është më i ulti. Ose veç për çikaç jeni të gatshëm, çfarë bëj, financa na duhet, s'kem çfarë bëjmë. E mirë tha, pra, a bën ajo me kon në armatim, jo në pare për në armatim. Po, qysh, ja thash, pa me ble çokolada, pa duhet, i ma letoni punë, mos me ble, armatim. Tha, pa atëherë ka kom në regull, na, vazhdojmë. E tash për Bujar, pa më thot, tha, po ti tha gjithë, po më thu mu Bujar, tha, unë jem kryeministër. është për bua si kryeministër. Kryeministri e ka venin Kosovë. Thash, me kon ti kryeministër, unë si shra kon ilegal heq. Ju lumë, kështu duhet me kon. Edhe i ka ardhë mirë ma djetë qëndrimi që shduhet, se me të vërtetë, se unë e kam kryeministër shtetit, pse jam unë ilegal, se s'më kuptoj këta. Mirë, me Bukoshin na do mirë, me këta të Partisë Republikane, sa brigadën na do mirë, edhe me Gjinushin, edhe me socialistat, jo që kish një marrëveshje të madhe, po më mbështetje, përkraje. Është vitin 95. Partia Demokratike ka hezitu ka gjatë, derisa na ka pa në një takim me Fehmi Aganin, nuk ka pranu. Ai takimi është këtë rastësishëm, se Sejdi Veseli ka qenë kryesi të LDK-s, e Sejdi Veseli ishtë dalë kënej dhe ishtë bo përfaqësuesi legal i LKÇK-s. Kur e ka taku Fehmin, ka najtë normal, ka najtë shqiptare me gjithë. Dhe kur e kanë po, ata ka thonë, tash mujna me bo një takim, se s'ka ka puna kesë, qëto. Ina përpjek me regjistru në Shqipëri, kena dasht me regjistru legalisht organizatën, nuk kja kena dalë, se na kanë thonë decidivisht, për shkak që implikimit që mundet e me pas ajo në skenën ndërkombëtare, një organizatë që predikon luftën me u regjistru legalisht, nuk mund t'ju registrojnë, po me na njek, nuk na ka njek. Ma vonë, kena pas njerëz edhe që janë arrestua, janë shua, po jo, ne njekje jo. Adem Jashari edhe grupacionet të ndryshme përveç individve, bërë me shku, bërë me përgatitje ushtarake kanë shku.
kanë shku edhe në pjesën ushtarake, edhe në pjesën e inteligjencës. Dhe më thonë edhe me shërbimit të inteligjencës. Shërbimit të inteligjencës nuk kanë vazhdu një herë ose dy, se ju ka pas dështu, dërso të shërbimeve ushtarake kanë shku disa grupacione. E një prej këtyre grupeve ka qenë edhe Adem Jashari, ku i ka bu ushtrimet ushtarake, këto kanë shku përmes LDK-s, më mirë me thonë përmes një grupacionit LDK-s, edhe në LDK ka pas që nuk janë pajtu krejt me atë pjesën e paqësore, dhe kanë organizu këto grupacione. Atje në Tiranë, kryesori ka qenë atëherë Ali Aliu, kryesori, Ali Aliu i ka prit në ambasadë, ka qenë i caktuar, njëri personi adekuat.